Ka vazhduar evakuimi I banorëve të rrugës Prilepska të Kërçovës duke arritur numri I tyre në 120. Sipas njoftimit të Qendrës së Menaxhimit të Krizave, personat e evakuar mbeten të strehuar në sallën sportive Hristo Uzunov. Ndërsa bëjnë me dije se gjatë ditës së shtunë do të bëhet inspektimi I objekteve të dëmtuara. Ndërkaq gjendja me përmbytjet vazhdon të jetë kritike në disa lokacione për shkak të daljes së lumenjve nga shtrati. Njoftojnë se janë përmbytur lagje, shtëpi, bodrume shtëpish, oborre shtëpish, sipërfaqe bujqësore, ndërsa theksojnë se po intervenohet me mekanizma të rëndë dhe me pompa po kryhet nxjerrja e ujit nga bodrumet, oborret dhe objektet afariste. Në Koçan ka dalë nga shtrati lumi Koçanska, lumi Zrnovska, lumi Orizarska. Në Probishtip ka dalë lumi Kiselica, në Ohër lumi Dalja, në Krushev dhe Demir Hisar, lumi Cërna dhe lumi Obedniqica. Në komunën e Zhelinës është raportuar dalje nga shtrati e lumit Vardar. Po ashtu kanë bërë me dije se në zonat e Tetovës janë raportuar rrëshqitje dheu në rrugët lokale drejt fshatit Gjerm dhe në lokalitetin Banjë, të cilat aktualisht janë të pakalueshme. Kurse në Reqis të vogël është raportuar shembje një muri mbajtës, me që rast është shkaktuar dëm material. Nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike ka njoftuar se gjatë fundjavës priten rreshje të reja, të cilat në male dhe në vende më të larta do të jenë të borës, ndërsa në pjesët tjera diku do të ketë borë e diku shi. Nesër pasdite dhe në mbrëmje, rreshjet gjithandej do të jenë vetëm të borës. Rreshje më të dendura do të ketë në pjesët perëndimore, në të cilat shtresa e dëborës në male do të rritet për 20 cm, ndërsa në pjesët tjera 5 deri në 10 cm, rreshje bore do të ketë edhe të dielën. Pas paralajmërimeve për rreshje dhe ulje drastike të temperaturave për gjatë fundjavës, nga Këshilli Republikan për Sigurinë në Trafik dërguan apel dhe rikujtuan për kujdes dhe përgjegjësi në vozitje, si dhe përdorim të domosdoshëm të pajisjeve dimrore. Përpara se të niseni për në rrugë, është thelbësore ta përgatitni siç duhet automjetin tuaj për drejtim në kushte dimërore. Kryeni një inspektim të automjetit që zakonisht përfshin kontrollin e antifrizit, nivelin e karburantit, nivelet e lëngjeve të fshirësve të xhamit, gjendjen e baterisë, si dhe gjendjen dhe presionin e gomave. Nga dita e hënë paralajmërohet që temperatura të ulen në -10 gradë.